Nga ullishta, drejtë në shishet e tryezat e njerëzve mbërrijet përmes ekspozitës së realizuar me pasion të lindur nga menaxherja dhe kuratorja Silvana Subashi. Nuk është lajm se ka ulli një blok, po se ky dru ulliri është pasardhë si një druri më të madh që do ta shohim brenda nga kodrat e Marikajt direkt në Tiranë në Re. Kjo është një veçori që na tregon më mirë zonja e shtëpisë. Është një fest jo vetëm e vajt ullirit. Këto janë dru shekullor normalisht. I kanë mbijetuar provës së zjarrit, ishin destinuar për djegje, ra zjarr në ullisht. Këtu aty ku fut të duart janë krijuar shpella karstike ose si shpellat e plumburit. Janë gungat që tregojnë edhe vetërsinë e ullirit, po janë gungat ku vërtet ulliri krijon depozitimet për vitet, depozitimet e ushqimit për vitet kur ka thatësirën, kur ka mungesën e ushqimit. Prandaj është rezistues shekullor. Trunjët e ullinjve të cilët janë 9 dhe janë shpëtuar falë reciklimit dhe kreativitetit, janë një veçanti e shërbimit të vajit të ullirit me bimët medicinale. Janë historia e artistit ose dashamirësit të zonës që thjesht i pa, ne ishim në konceptimet e dyqanit, edhe tha, okay, po sikur ne të bëjmë një lloj gjëje që vaji i ullirit të frem vetë drurin e ullirit. Edhe i mori dhe i filloi sharrimin që t'ishin paralel, që t'ishin në të njëjtën lartësi të gjitha. Filloi gdhëndjen dhe i hiqet lëkura, unë dua t'ju demonstroj një gjë shumë të bukur. Ky është druri i ri që rritet, me zor i hiqet lëkura dhe vetë ulliri ka atë që e mbledh vetvetiu në vetvete. Kjo është pjesa e vjetër. Dhe kjo lloj pjesa e vjetër i hiqte i lëkura shumë kollaj. Rigjenerimi dhe po të vësh re, kjo ka filluar ta mbledhi pjesën e derisa vetë druri ullirit mblidhet nga pjesa e re. Lulet e thata, shportat me kasht dhe paketimi në shishe më të vogla si parfume janë detajet e një artizanati që familja Subashi ka ditur ta realizojë në pritjen e miqve. Mbushet me dafinën, ose me gjethet e ullirit, ose me rozmarinën, apo me erza që ne përdorim normalisht tek ullishta jo. I vendoset një vaj sipër. Më duket një dhuratë thjesht e përkryer, për vetë faktin që është totalisht, rigorozisht pro ambientit, pro natyrës, po ku çdo gjë tjetër mund të ripërdoret. Kjo është vërtet e mbushur me vaj, po mund të rimbushim përsëri me vaj. Është thjesht qelç që mund të riciklohet. Dafina është e përdorshme në gjell në gatim, edhe vetë shporta mund të përdoret për diçka tjetër në të ardhmen. Këto ndoshta nuk kanë aromë, apo kanë gjithmonë aromën e sjell nga diçka. Këto janë thjesht nga deti, janë në bimët që rriten në rërën e detit. Kjo quhet lule letre, është një lloj lule që kputet edhe vetë me kokë poshtë, që thahet për një periudhë kohe derisa të thahet. Edhe jetojnë zakonisht deri në 2 vjet. Ky lloj gruri është normalisht një fare importuar. Kjo është fara e vendit, që është kultivuar gjatë gjithë kohës të neve. Me 2 lloj mustaqesh. Me 2, një pa mustaqe dhe një pa mustaqe. Ky kërkim në vlerat e vajit dhe luleve shëruse e ka bërë të ruaj formulën e rinisë së përhershme në portretin e saj. Rozmarina është thjesht e përkryer për gjithë rigjenerimin e trupit njeriut, është rinusi. Nëse ne do të themi për shembull për si është vera, vaji është i rinusi. Rinusi, rinia e përjetshme. Pam disa trungje në një ekspozit finale të përpunimit vajit ullirit, por ullinjt më antik ndodhen pak më poshtë kodrave të Marikajt, brenda mureve të kantinës Bardha. Në opor ndodhen disa ullinj qindra vjeçar, të cilët janë sjellë nga fushkruja. Pritja në kantinë mbrin nëpërmjet pranisë së vet zotit të kështjellës së verës, filantropit e njohur shqiptaro-amerikan Ekrem Bardha. Historia e tij është e lidhur me verën si traditë e vendlindjes Leskovikut dhe magjinë e saj të jetëgjatësisë. Shqipëria ka qenë në një situatë prej gjysmë shekulli në një diktaturë të paparë në Evropë dhe sot në këtë demokraci kemi shumë për të bërë, prandaj kemi nevojë për komshit tonë, njerëzit që na kanë ndihmuar dhe po na ndihmojnë dhe ju falenderoj.
Në këtë pjesë të Marikajt rriten 4 vreshtat selektuar nga klima dhe koha. Guida e kantinës, enologu Ledio Baze, na prezanton me vreshtin shesh, kabernet dhe merlot, ndërsa Barbera e Primitivo nuk i kanë qëndruar territorit. Dhe për këtë arsye ne jemi futur përsëri ati trendit ton dhe i kemi shartuar, i kemi kthyer në shesh të bardhë, për arsye se kishim një sasi më të pakët. Ka vresht pa kantinë. Kantinë pa vresht është një binom që nuk i reziston kohës. Këtu e shohim këtë vresht, po çfarë kemi këtu? Ky është territori sheshit bardh, e gjithë parcela. Kjo është parcela me varietetin tjetër ton Cabernetin. Varieteti Cabernet Z, një pjesë të konsiderueshme të përqindjes së sasisë mbjellur të vreshtit ton, i cili përbëhet prej 7 hektarësh. Ky është varieteti ynë tjetër, Merloti, ku edhe ky varietet zë një pjesë të konsiderueshme të kantinës bardha, ku vera që prodhohet është shumë cilësore. Ti vetë studion, e ke pasion enologjinë apo jo? Po, patjetër. Jam në vit të fundit master shkencor, domethënë viti 2. Premisat që kam patur gjithmonë kanë qenë që të vazhdoja një shkollë tek e cila është vërtet e tregut soqëm, dhe mendova se fusha e teknologjisë ushqimore është një nga degët e cila t'jep një mundësi të madhe zgjerimi, për arsye se me ushqimin kemi të bëjmë 3 herë në ditë. Mund ta tregosh çfarë është kjo? Kjo është bërësia e cila neve, pasi kemi bërë presimin me anë të presës, e cila ndodhet poshtë në kantinë, kemi marrë bërësit. Bërësit neve i hedhim në vresht, për arsye, po, sepse bërësia shndrohet në lëndë ushqyese për bimën. Kantina e zbukuruar me portretet e Skënderbeut dhe Donika Kastriotit, pas ka dhe një bibliotek verërash. Këtu në Shqipëri, kur erdha unë po ktheva, mbas 40 vjetë, verat këtu ishin me të vërtet skandaloze. Sot po ju them që është një gëzim shumë i madh, e ndje veten jo si para 22 vjetëve, sot ndodhen në Shqipëri mbi 72 kantina. Edhe mund të them se janë mbi 20 kantina që unë mburem që verat e tyre janë me shumë kualitet. Si është raporti, marrëdhënia me vendlindjen? Është jeni hen komunikuese? Po, absolutisht. Këtu unë nuk e di se më tepër jetojnë në Amerikë apo jetojnë në Shqipëri. Leskoviku është një nga zonat nga më të preferuara sepse është toka vulkanik. Si e pëlqen presidenti amerikan vreshtin e bardhës? Dhe verën e bardhës, verën shqiptare? Po, kemi vera shqiptare sepse të gjithë duhet të kuptojmë që unë gjatë jetës time në Amerikë kam takuar 7 presidentet të Amerikës, nuk janë të gjithë këtu, po këtu keni Clintonin, ka dashur të takoj familjen time me rastin e gjenocidit në Kosovë. Kjo është shumë interesante, Gjerani Clark, i cili ka vizituar rezidencën, shtëpinë time, ku unë jetoj, dhe ju e shikoni se pse ai unë vazhdoj ta kem mik, dhe ju e dini historikisht që Clarku ka kërkuar që të ndërhyjmë në Kosovë. Nën tokë, në bodrume, realizohen disa procese. 7 ditë është vinifikimi në kontenier, 5 ditë kalimi i taninave nga bërësit dhe 7 ditë fermentimi. Ky tanku ka një sasi rreth 15 kuintal rrush, që është ende në proces fermentimi. Dhe rrushi është i varietetit Mavrud, i marrë në Leskovik. Kalimi në fuqitë e lisit komentohet me emocion të veçantë nga zoti Bardha, duke na shpjeguar vjetrimin e verës, bashkëshoqëruar me vlerat e familjes të lidhura me vendlindjen në kufirit e Leskovikut me Greqinë. S'kemi patur prodhim si vjetë,
por e kam kthyer në Mavrut, një pjesë të Vreshës këtu, dhe si vjeti ishte një vit shumë i vështirë. Kështu që Mavrutin para 5 vjetëve morëm pjesë në një panair në Pesaro të Italisë, dhe italianët pasi ishte një varietet që ata nuk e njihnin, dhe na dhanë edhe një çmimin e tretë në një konkurs që ishte në Itali. Kur vind të huajt këtu, ajo që u bën përshtypje është, si e shifni kjo thonë, nuk është kantinë, por është farmaci. Dhe këtu është për ta dëshiruar në Shqipëri, duhet pranojmë. Dhe që në hanë e higjienike, në hanë e pastërtimi, vera duhet të trajtuar si punë e femrës. Nëse ti të dashur dhe femrën duhet të trajtohet si vera. Vera është shumë sensitive, shumë prekse. Çfarë shihni këtu është teknologji krejt italiane, enolog italian, dhe kështu që nëse do të pranojmë që kemi verë, prodhojmë verë me kualitet, është sepse mundësia që kemi një teknologji kohore të kohës sot. Complimenti, una vigna stupenda e una cantina bellissima. Frymkëmbimi brenda barrikëve është një simbolik e vlefshme dhe në jetë. Gjatë degustimit nga sommelieri Agon Channel, zoti Aldo na zbulohet risia në traditën e verrave. Profumo del barricato, buono proprio. L'albero dove è stato invecchiato, ha preso il gusto dell'invecchiamento. Mio padre era un vinaiolo, mio nonno aveva il carretto con i cavalli quando ancora non c'erano i camion, e io abito in un paese in provincia di Roma, circa 50 km da Roma, e partiva tutte le settimane con il suo carretto, con il suo cavallo per portare il vino in città. Quindi poi mio padre ha seguitato la tradizione, si è ingrandito con i camion e producevamo il vino. Poi quando è morto mio padre io ho provato per 1 anno, 2 anni a fare il vino per casa, ma poi problemi di lavoro, sono venuto in Albania, quindi non ero più presente a casa in Italia, quindi ho dovuto abbandonare. Però il vino è una grande passione. Vera është jetë për mua. Sinqerisht u them. Unë kam një moshë, e ndjej veten se kur jam i ri. Në këtë moshë, kur u them çfarë moshë kam, kujt e dedikon ti që dukesh më i ri? Po i bëj kompliment vetes. Dhe po ju them, dhe unë kur mendohem, se unë pi shumë verë, sidomos verë të kuqe. Dhe ja dedikoj verës. Gjushi thuaj sa kanë jetuar? Ne kanë kaluar 100 vjet, një shekullore? Do të thënë jo më pak se 95-98. Prej barrikëve të drunjt, nis historia e arratisjes si një kujtesë ëndrash gjatë fjetjes së verës. Ju tregoj, në moshën 20 kam qenë në kampin e Lavres në Greqi. Kur ishte idealosh 20 vjeçar? Idealosh, jo. Emigrant. Unë pa e menduar se të arrinje këtë lloj suksesi, kam fituar çmimin e parë në një konkurs. Dhe vëllezërit e mi nuk ishin dakord. Por më vonë unë e fillova i pari dhe 3 vëllezër të tjerë dhe ata morë profesionin dhe punonin bashkë me gruan, me vëllezërit në një sallon. Këtu keni një emër shumë miku im që ka humbur jetën, nuk jeton më, Anthony Athanas. Verat atia janë shekullor që kishte në restorantin e tij, Pierre Fort, Anthony Pierre Fort. Edhe unë kam një foto në zyrën time në Amerikë. Edhe kur më pyesin, më thonë, pse, ç'ke të bësh ti, çfarë lidhje ke me gomarin? Sepse po të rritet mendja, aty njeriu dhe mund të falimentojë. Në përshkrimin e fëmerisë, ai e nis kështu. Bardhajt në Konicë njiheshin si vendalinj brez pas brezi, sepse banonin aty që nga kohët më të lashta. Jetesën e siguronin duke u marrë me punë të ndryshme, sa me bujqësi, sa me tregti. Shtëpinë e kishin të tyren me kopsht dhe baça e pus. Në Konicë dhe në fshat Rafqinje baban e njihnin si Sulo Bardha, kurse në Amerikë të gjithë e thrisnin Sulo Konica. Me sa duket të mbiemrin ja kishin gjitur shokët e miqt për ta dalluar nga sulët e tjerë. Ka të ngjarë që edhe vetë babait i pëlqente ky mbiemër që dëshmonte rrënjët e familjes dhe origjinës së tij. Babai u bashkua shpejt me lëvizjen patriotike, falnjohjes dhe miqësisë që kishte me Fai Konicën, veprimtar i shuar i kolonisë dhe i Federatës Panshqiptare Vatra.
Pasi zbuluam disa nga frutat e tokës së rajonit Marikajt, mbrim nga vreshti dhe ullishta në kuzhinën e detarit, kuzhiniet profesionista Gonçenat. Okej, përveç hurdhës mund të hedhim dhe bimë të ndryshme, mund të hedhim dhe specë ndjekës, mund të hedhim rigon sipas dëshirës që mund të ketë çdo njeri. Në këtë rast, me lule balsami mund të rekomandohet në të gjitha pjatat, po themi para shumë. Në këtë rast, tek sallata. Un buon cabernet della cantina Barda. Zuar dhe që vlerat e kësaj toke, këtij territori që është Marikaj. Të pjesh dhe të kesh, të jetosh gjatë me kualitet për herë me pamje të re. Libër kujtese, verë mirë dhe vaj ulliri me aroma lulesh mjekësore. Do ishin disa nga befasit e rajonit Kamës Marikaj që kanë mbritur jo vetëm në tryezat e eurodeputetëve dhe presidentëve amerikan, por vijojnë të shumëfishohen në modelin e vlerësimit të territorit shqiptar.